Një situatë e tensionuar ka ndodhur së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, ku Eduard Kuqi ka kërcënuar Ardit Stafajn pas një fjalëje që ky i fundit kishte thënë. Ndonë se më pas u tha se bëhej fjalë për një keqkuptim. Pavarësisht kësaj, Eduardi ka përdorur gjuhë të ashpër dhe ofenduese, duke kaluar kufit e debatit dhe duke përfshirë në fyerje edhe banor të tjerë, madje edhe vetë Big Brotherin. Sjellja e tij ka nxitur reagime të menjëhershme brenda dhe jashtë shtëpisë, ndërsa situata u konsiderua e papranueshme nga produksioni. Si pasojë, vëllai i madh mori vendim për të ndërhyrë, duke ndëshkuar Kuqin për gjuhën e papërshtatshme dhe kërcënimet e bëra. Për këtë arsye, ndaj tij është hapur një televotim, ku tashmë është publiku ai që do të vendosë nëse Edi do të vazhdojë rrugtimin e tij në Big Brother apo do të largohet nga shtëpia. Vendimi i publikut pritet të zbulohet posonte, ndërsa situata ka ndezur debate të shumta në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.